10 banor të fshatit Varibob, pjesë e njësisë administrative Cakra në Fier, janë ngritur ditën e sotme në një protestë. Shkaki i ndjenjatës së tyre ka qenë amortizimi i rrugës prej 2 kilometra, e cila është e pakalueshme, pothuajse në gjithë gjatësinë e saj. Sipas tyre, rruga është lënë në arrest në investimeve prej dekadash, por është përkeqësuar më shumë pas punimeve të kryera nga ujësillësi 2 vite më parë. Rrugën e shtruan me ca zhavor, kanalizimet që janë berë, plazin zorrat, e grynja, shikojnë. Na premtuan në atë kone fushatës për atë asfaltin, le që njërë na gënjën, u bëm keq. Ate protestoni sot për rrugën, apo jo? Për rrugën. Kam 2 fëmijë që vjen në shkollë, edhe ikin kem. Rruga është shumë keq. Është balt, është me ujë, me kanale, shumë e keqe, e prishur. Për mjetet, për fëmijët që ikin në shkollë, më shumë. 2 kilometra rrugët, besh kaq protesta, është turp. Jemi taksa pagues të rregull, thon një zëri banorët, teksa theksojnë se dëmtimi i rrugës u ka vështirësuar së tepërmi jetesën e përditshme 100 familjeve. Fëmijët mezi i çojmë në shkollë, thot një prej banorëve, ndërsa shërbimet e emergjencës, ambulanca apo zjarrfiksja e kanë të pamundur të kalojnë në këtë rrugë gjithë gropat të pakalueshme. Ata pohojnë gjithashtu se janë të zhgënjur nga premtimet boshe ndër vite, ndërsa shpeshherë kanë ndryrë privatisht duke bërë riparime të pjesshme. Kemi 30 vjet, vin sa për fushat ja. Edhe në rrugë zhavore kemi mbajtur vet, edhe ujësillësi si e ka bërë gropa. S'kalon dot, janë 20 fëmijë që vjen në shkollë. Nuk vjen dot shkollë ose Natallin se jemi me bal. Është turpe 2026. Ç'a bën kjo bashki e Firit? Është njëna bashkitë më të mëdha në vend. Për të vjedhur e kanë mendje. Rreth sa familje? Janë 100 familje. Te kjo lagja Lula, janë rreth 100 familje. Janë 20 fëmijë që vjen çdo ditë në shkollë, është turp. Sa kohë ka në këtë gjendje rrugë? Ka 30 vjet. Si demokracia dhe si tashi. Jemi ankuar ku nuk kemi vajtur. Vetëm me fjalë të mira, si në qendrën administrative, si në bashki. Erdhën në maj, thanë në hodh buxheti viti 2025, e ka hedhur edhe vetë zotëria Armandua në faqen e tij, prap nuk e ka shtruar. Si ka mundësi që vjen ai na e ujësillësit, vjen ujësillësi e prish. Janë lek, makinë nuk blen dot. Do të blesh një makinë nuk e blen dot. Pra kjo është dëmtuar më së shumti nga punimet që ka kryer ujësillësi? Po edhe ujësillësi, edhe shteti me fjalë bashkia që i ka lënë kështu pas dore. 100 familje nuk i kin dot me fjalë të dalin dot as me makinë. Nisim unë një tujtën tu, nuk vjen dot as ambulanca. Përballë kësaj situate, ata kërkojnë ndërhyrje të shpejtë për sistemimin e këtij segmenti rrugor jetik, gjendje të cilit po i largon njerëzit nga zona. Ndërkohë, sipas informacionit të marrë pranë bashkisë Fier, sistemimi i këtij segmenti rrugor është planifikuar në projektbuxhet në vitit 2026, ndërsa rikonstruksioni të plotë do të nështrojnë të gjitha rrugët problematike të njësisë administrative Cakran.